Po dëgjoni podcastin Mëngjesisht e Lida. Dita e marrjes së rrogës në fakt për shumë kënd mund të jetë dita më e lumtur e muajit, po nëse kjo ditë do të ishte 2 herë, 3 herë apo 4 herë në muaj, në fakt është diskutuar shumë dhe është folur për metodat e marrjes së pagesës në momentin që je në punë, se do ishte më mirë në një periudhë ku do kemi 15 ditë si marrje të pagesës apo në të njëjtën kohë të kemi periudhën kur merret një herë në muaj. Megjithatë, për të folur më shumë edhe për të kuptuar se si funksionon, se cila do të ishte më e mira në këtë rast, unë kam kënaqësinë që ditën e sotme tani me Elida Iliazin, ekspert e punësimi. Mirëmëngjes. Edhe ditë të bukur. Faleminderit, shumë kënaqësi t'ju kemi sot dhe në fakt doja të kisha një këndvështrim tuaj se cila është mënyra më e mirë, të paktën edhe nga eksperienca juaj më sa keni parë. Shiko, që në momentin e parë që ju thoni pagesa dhe thoni sa mirë është ta marrësh jo një herë, po 2 herë, duhet të kuptojmë që është e njëjta njësi mujore, e cila ndahet në 2 pjesë, 3 pjesë. Kështu që nuk mendoj që thelbi realisht do të jetë kjo dhe sa kënaqësi do të kemi që ta marrim më shpesh. Ajo që unë do doja të shikoja dhe është një nga arsyet pse dua të flas për këtë temë, është më shumë tek pjesa e motivimit, që në momentin që ju nisët pyetjen, drejtoheni direkt tek ajo që ne kemi të tërë të lidhur, çfarë na motivon, dhe një nga gjërat që na motivon, gjërat shumë të rëndësishme që na motivon, është shpërblimi. Dhe ajo që unë dua të them më shumë, a ka të bëjë kjo më shumë me rritjen e motivimit, apo ka të bëjë me një thjesht është një mekanizëm teknicien në disa industri të saktuara, të cilat janë detyruar ta përdorin, qoftë për të mbajtur punonjësit, bëhet fjalë punonjës sezonal, apo bëhet fjalë ata që janë të lidhur kryesisht me një projekt, pra është një formë pune në cilën duhet ta mbarojnë dhe ta dorëzojnë dhe të paguhen. Kështu që unë besoj që ndoshta tema më e madhe mund të jetë sa dhe si në përgjithësi ne motivojmë punonjësit. Edhe kjo ha shumë diskutim në Shqipëri. Sepse do thoshja në vende të tjera kjo mund të jetë diçka më e rregulluar. Po ndërkohë nëse ndalemi, sepse e dim tashmë që çdo gjë ka të mirat edhe të këqijat e veta. Në këtë rast nëse ndalemi tek secila metodë, cilat do të ishin ato të mira dhe ato më pak të mirat për të marrin rrogën një herë në muaj dhe ndryshe nga herët e tjera, për shembull që mund të jetë në 15 ditësh, apo kemi pasur edhe raste të tjera në botë që i kanë mbas edhe javore. Shiko, e para njerë do të shikojmë nëse janë të 2 palët, në këtë kontraktualitetin e marrjes së rrogës janë 2 palë, është punëdhënësi dhe punëmarrësi. Nga të 2 palët, nëse do ta shikojmë cilat janë të mirat e kësaj gjëje, unë do të thoshja për punëdhënësin është që krijon një farë besnikërie nga punonjësi. Pra i mban të lidhur sepse thotë shiko se unë të paguaj, dhe keni parasysh, kjo pak a shumë po vjen tek ne nga eksperiencat jo të mira në sektorin e hotellerit, turizmit, në punonjësit sezonal që mund të punonin dhe i thoshin do t'i jap lekët në fund sezonit. Edhe keni parasysh sa e vështirë është kur mban dikë dhe sa kohë do ta mbash. Pra nga njëra anë punëdhënëse do të krijojë këtë mbajtjen e njerëzve, t'u thotë që shiko se unë jam i rregullt, unë i paguaj çdo 2 javë. Nga ana tjetër për punëmarrësin, unë besoj që kjo është një nga gjërat më të vogla që mund të lidh me një punëmarrës. Ajo që me një punëdhënës, ajo që unë mendoj në këtë pronari të themi, apo bosi, apo CEO dhe punonjësi, duhet të kenë gjëra shumë të mëdha që t'i lidhin. Dhe kjo mund të jetë një nga gjërat e mira që kanë për ata që hyjnë në punë, që ta them më thjesht për punëmarrësin. Ndërsa sa i takon punëdhënësit, duhet kuptojmë që kjo është një kesh që i del në mes të muajit. Kështu që patjetër do të kenë probleme me likuiditetin. Nuk është ndonjë gjë, kjo është e para. E dyta, prapë që është një kon i madh, është që të bësh këtë gjë duhet të kesh një sistem të mirë ndërtuar. Duhet të jetë një sistem i cili ose të jetë i gjithë i automatizuar dhe rrallë mund të gjendet, ose është që duhet të kesh njerëz shumë të aftë që të bëjnë këtë ndjekje, dhe kjo ndjekje të jetë transparente, që njerëzit jenë të sigurt që po ju jepet ajo që meritojnë. Shiko, bëhet në botë, si tham, po keni parasysh në Amerikë, në Kanada, edhe në orën e punës je ke të qartë sa e ke orën e punës të prerë. Nësa ne flasim për pagesa mujore. Ne flasim në përgjithësi, flasim për pagesa mujore. Kështu që sado që ta pjesëtosh dhe ta bësh për biznesin, kjo është një kokëdhimje më e madhe. Edhe qoftë edhe për deklarimet, qoftë edhe për gjërat e tjera. Pra nuk është se është në një gjë që biznesi do ta përqafoj me mall të madh. Por keni parasysh që e shikon që po i largohen punonjësit.
Po ndërkohë nëse flasim për moshat e caktuara që kanë më shumë atë tendencën për të motivuar më shumë nga marrja e kësaj pagese, që po e theksonim që është e njëjta vlerë, thjesht është e ndarë në 2 herë apo edhe më shumë gjatë muajit. Cilat janë ato moshat që e duan më shumë ta kenë këtë marrjen më të shpeshtë të pagesës, të ndarjen? Shiko, unë këtu vetëm do spekulosh, se nuk mund flasësh, por do spekuloj bazuar në teoritë që janë për gjeneratën Z, për shembull, apo për alfa, apo për të tjerët, për cilët thuhet sikur janë më pak të motivuar për të qëndruar gjatë në një vend pune. Por janë spekulime. Unë nuk mund të them që ka studime të mirëfillta për këtë, por unë do të thoshja, kur vin puna tek lekut, gjithë jemi njësoj. Nuk ka të bëjë me moshën, nuk ka të bëjë me gjinin, nuk ka të bëjë me gjeografin ku jemi. Në fund të ditës të gjithë ne punojmë sepse duam ta marrim atë rrok, por ajo që ne duhet të mos ta heqim nga ky ekuacion që po flasim është cilat janë ato metoda të tjera të motivimit të njerëzve. Si mund të mbahen dhe këta punojnësi sezonal, se të thuash të drejtën, kjo gjë do diskutohet fort për shembull në, siç thash, hoteleri turizëm që ka punonjës sezonal, në ndërtim, ata që janë të nënkontraktuar, do diskutohet në call centers, pra atje ku puna realisht është që janë këta të rinj. Mendoj pyetja është e bukur mendoj, sepse i referohet këtij grupi. Por nga ana tjetër nuk ka ndonjë studim që të vërtetojë që ky grup do të motivohet më pak nga të tjerë. Nuk është e vërtetë. Dhe unë besoj që çdo biznes ka shumë që të mësoj nga kompanitë të cilat janë mirë konsoliduar, ose më saktë do thosha nga sektor të caktuar, sektori bankar, fjala bie, sektori i telekomunikacionit, sektori shtetëror, në prizmin që është rritja në karriera, apo heqja në karriera, apo mbajtja e këtyre punonjësve. Nuk është për biznesin, nuk mendoj se është një, si thash, kënaqësi e madhe që të humbas kohë pune, orë pune, volume të caktuara të punëve të mirë paguara, ti humbas duke bërë këto llogaritjet. Por ajo që ne duam është ata të mbajnë punonjësit motivuar dhe ka plot metoda dhe forma tjera. Ajo që po përmendja që mund të mësohet nga këta sektorë të tjerë është sa i takon karrierës, do të thënë rritjes në karrierë, pasjes së hapave të caktuar. Dhe ka përvoja plot që dhe për punonjësit sezonal, nga viti në vit, nëse ti ata e din shumë mirë që vitin që vjen, nëse do vinë të punojnë 3 muaj tek ty, se këtu bëhet diskutimi i madh. Nëse do punojnë tek ty dhe nëse kanë punuar spari tek ty, ti u thua vitin tjetër do vini, do të keni patjetër këtë gjë dhe ti i rrit në përgjegjësi dhe kjo është një nga gjërat. Një nga gjërat që të gjithë ne kërkojmë është që të mësojmë gjëra të reja, të ecim, po dhe të paguajmë më shumë për atë që mësojmë. Eksakt, dhe duke qenë se ju ndalet disa herë për këtë bisedës edhe theksuat që e mira do ishte të kishim metoda që i motivojnë punonjësit për të qenë sa më të motivuar për punën, për të ardhur me dëshirë, për të qenë më produktiv, që më pas janë pasoja e mirë e gjithë këtij motivimi. Cilat janë ato metoda që do duhet të kemë parasysh punëdhënësit në këtë rast për t'i afruar sa më shumë punonjësit e tyre dhe për t'i mbajtur? Shiko, sa më e shkurtër të jetë kontratat që ke, aq më të ulta janë benefitet që ti merr. Sa më gjatë jesh me një punëdhënës, aq më shumë mundësi ke për të marrë benefitet të tjera. Kjo është pak po e sigurt. Do me thënë, jetë gjatësia në një vend pune, flas gjithmonë 2 javë, 5 javë, flas në këtë kohë dhe të flasësh për 1 vit, 2 vite, sigurisht që benefitet janë më të konsoliduar, ato që takojnë me ligj mbi të gjitha, ato që takojnë me ligj. Të cilat nëse ti je një punonjës sezonal, gjë e parë që ti humbet janë benefitet, ato të voglat sa mund të jenë. Për shembull, që në momentin që ti paguhesh me 2 javë, ti nuk ke mundësi në një bonusi që mund të jetë bonus 3 mujor. Ti nuk merr dot bonusin vjetor, ti nuk merr dot bonusin që është në fund të sezonit, si ka dalë gjithë komplekse për shembull, apo si është bërë një ndërtim në cilën ti je nën kontraktuar. Pra, kjo është në këtë nivel që ne po flasim, por në nivele të mëdha të tjera, siç thash, A-ja dhe Z-ja, sidomos për këto gjenerata që sapo fola, është ata duan një siguri për të ardhmen sa i takon ecjes në karrierë. E kanë shumë të rëndësishme, ashtu siç kanë të rëndësishme që nuk duan të vend të bëhen mish për top dhe të marrin të punojnë fort, se në fund fare do të marrin sa lek. Nuk e kanë këtë. Nuk e kanë. E kanë më shumë që duan të gjejnë atë balancë që nuk gjendet kur midis punës dhe jetës, dhe kush është i mençur nga punëdhënësit, duhet ta shikojë këtë gjë. Çfarë mund të bëj për këta njerëz? Po normal, edhe nëse i ke sezonal, dhe ti kompleksin e ke të mbyllur gjithë vitin, shumë mirë mund të thuash që ju mund të vini me familjen tuaj 3 weekende gjatë gjithë dimrit. Nuk ka ndonjë gjë të vogël që është e vogël për punëdhënësin, po për punëmarrësin mund të jetë gjë e mirë se ti e mban të lidhur. Dhe motivimi është i drejtë për drejtë, është një win-win. Pra nuk është manipulim, po është tamam motivim. Një gjë tjetër që mund mendohet është që në kohë gjatësi mund t'i propozojnë vende pune që janë për gjithë vitin. Pra këta punonjës që vinë vetëm për 3 muaj, nëse e shikon që ti flet dhe i thua me përkushtimin që do marrësh, ti mund vish te kundër të fillosh menaxher dhe mund të jesh
nuk e di, shumica atyre që punojnë për shembull në hoteleri, në verë, dhe tani fillon kjo zhurma dhe ndaj diskutojnë këto tema, ata kanë edhe biznese tjera që i kanë gjatë gjithë vitit dhe mund të bëjnë lëvizjen e këtyre njerëzve, po gjithmonë duke i rritur në bazë të aftësimit të tyre në karrierë. Pra motivimi duhet të jetë totalisht i lidhur me interesin e të dy palëve. Që të kemi të dy të kënaqur edhe më pas të arrijnë atë suksesin e përbashkët, po ndërkohë doja të kaloj. Eksakt. Ndërkohë doja të kaloja sërish tek pjesa e pagesave. Për ne shqiptarët her pas here edhe flasim për këtë mosmbajtjen edhe të mosmbledhurit kështu ato 2 lekët në xhep, në sensin që nuk kemi mundësi të kemi të gjithë vlerën e caktuar të rrogës. Për shembull, na pengon kjo për të përshtatur më shumë me këtë pagesën që mund të jetë në 15 ditë, po duan ta kemi të mbledhur edhe të na ndikojë kështu në mënyrë psikologjike, që të kemi të gjithë vlerën e caktuar një herë në muaj dhe ta shikojmë që e kemi, edhe pse mund ta shpenzojmë në ditët e para për shembull. Shiko, këto janë çështje zakonore, pastaj siç mësohemi. Sepse ti ke njerëz që punojnë për shembull freelancers që punojnë me projekte dhe e kanë shumë mirë të organizuar, që ne dinë shumë mirë sa lek marrin, kur do t'i prishin, çfarë do prishin, ku do vënë, por kjo është çështje zakoni mendoj. Nëse ne jemi mësuar gjithkohon që ta marrim në fillim të muajit apo në fund të muajit dhe më mbrapa janë këto detyri dhe kjo është pjesa që ne si njerëz përshtatemi shumë mirë. Unë mendoj që ne do të kalojmë përtej kësaj. Dhe ajo që ne do të mendojmë është përse bëhet kjo gjë, kjo bëhet për të mbajtur punonësit në punë. A ka mënyra të tjera më të shëndetshme që nuk dëmtojnë biznesin, që njerëzit të mbahen në punë dhe të mbajnë më të mirët, gjithmonë më flas për më të mirët në punë? Patjetër që ka. Por kjo do, dhe unë gjithmonë flas dhe e them me zot lart, kjo do që vendimarrësit, pra vendimarrësit që do të thoshja pronarët, bordi drejtorëve, stafi i lartë, do ta shikojnë këtë gjë jo me konceptin e ankesës që nuk ka punonjës, ata duan të punojnë, duan lekun me njëherë. Shiko, nuk është e vërtet, sepse ai që vjen aty ka dhënë kohën, ka dhënë rinin, ka dhënë durimin, ka dhënë gjithë gjërat që ti nuk i ke. Pra është një win-win i përbashkët, në cilin siç thash, është një marrëdhënie kontraktuale, është një marrëveshje në fund të ditës që merr dhe jep. Dhe nuk duhet kërkuar vetëm që, shiko, ata bëjnë punën dhe të jap lekë dhe tikën. Jo, sepse po je në biznes, kjo është e fundit që duhet mendosh. E para që duhet menduar është që këta persona duhen parë spari si njerëz, pastaj si aset njerëzor. Po si njerëz, çfarë kërkojnë? Një motivim i jashtëzakonshëm mendoj sot për këtë brez është strehimi. Është i jashtëzakonshëm, po ke parasysh që shumica e këtyre njerëzve që kanë këto hotelet, jam e bindur që dhe këtej kanë nga ato apartamentet që kanë të mbyllura që nuk i përdoren, nëse bëjnë lidhje të mençura, gjithmonë të faktuara me dokumenta, gjithmonë të bardhë flas, absolutisht nuk do të ketë nevojë dikush që vetë thotë një lekë çdo javë. Aty ku i kërkon lekët kaq shpesh, nëse nuk është rasti që ti paguhesh për projekt, dhe kur paguhesh projekt s'ka pse të presësh të mbaroj muajin, nëse projektin ti e ke për 10 ditë. Pra kur është result oriented, nuk ke pse ta bësh të gjën. Por kur këto results janë që të mblidhen i ke një sumatore e gjithë atyre që të kërkohen ty në fund të muajit, s'ka pse ta ndash të në mes. Sepse unë nuk mendoj që ka ndonjë të mirë, qoftë një afal, qoftë pala tjetër. Mendimi im. Ndërkohë ne po flisnim patjetër për ato të drejtat edhe gjithçka që mund të fitojnë edhe të gjejnë në të njëjtën kohë ata që duan të punojnë edhe benefitet që kanë më pas të qenit më produktiv. Nëse flasim për gjeneratën Z, vazhdon të ketë paragjykime për të gjithë ato qasjen që ata kanë, po a mund të themi që i kanë ndërgjegjësuar ato punëmarrësit duke pasur këtë sjelljen që nuk duan, siç po thonit pak më parë, që të bëjnë maksimumin edhe të bëjnë më shumë se sa duhet për të arritur atë rezultatin, duan të kenë pagesa të mira, duan të kenë të gjitha ato të drejtat e tyre dhe balancën që është pak sa e vështirë, apo ndërgjegjësojnë këta në këtë rast, apo thjesht po bëjnë një farë rëmuje, si thuash, në treg? Shiko, nuk mendoj që ka rëmuja që janë kot. Këto rëmuja dhe diskutimet besoj që kanë një bazë. E bet një gjë që unë e pëlqej jashtëzakonisht nga ky brez është që janë të drejtë për drejtë. Ata besojnë në fjalën e dhënë, në kuptimin që nëse ti thua që do ta paguash një herë në javë, 2 herë në javë, sa vendoset, ata duan të mbahet fjala. Jam duke folur në përgjithësi. Pra ajo që unë besoj që ky brez ka sjell në tregun e punës është të qenit i drejtë për drejtë. Ata nuk e kanë ato dorezat që kanë prindët e tyre që ta them çik më me diplomaci se mos pyet drejtuesi, jo, ata e kanë direkt. Që më takon, duhet ta marr, kur do ta marr. Më the pse jo dhe nuk e kanë problem thotë po iki tani. Unë besoj që kjo është një frym shumë e mirë, sepse është fryma e aksionit i drejtë për drejtë, është fryma e aksionit i ndershëm, është fryma e të kërkuarit të të trajtojnë me ndershmëri, është fryma e të kërkuarit që ti ke vlerë, pavarësisht se në hierarki dikush është më lart, dikush është më poshtë, dikush është pronari, dikush është që punon për atë, po ideja është që na lidh bashkë një punë që ti nuk e bën dot pa mua dhe unë
mund të punoj pa u paguar dhe pa marrë gjithë sferën e motivimit të përgjithshëm. Unë kam gjithmonë them që motivimi nuk është i lidhur vetëm me lekun, por është shumë i rëndësishëm leku. Dhe mënyra se si ky brez ka qasjen drejt vetë vlerësimit, unë mendoj që po ndryshon shumë edhe mendsinë e pronarëve, bosave, aksionerëve. Po bëjnë një ndryshim shumë të mirë. Mendoj që është jo vetëm në Shqipëri, kjo është pothuajse gjithandaj. Po. Le të shpresojmë, them që të vazhdojë kjo edhe të kuptojmë më së miri nevojën e njëri tjetrit që kemi për të arritur edhe për të pasur atë çka na duhet. Ndërkohë nëse do e përmbledhim në një këshill, duke qenë se po thonit pak më parë që jemi afër sezonit që fillojnë edhe këto krizat e shumta për mungesën e punonjësve apo të gjitha problemet që ka sektori në vetvete, cila do ishte ajo një këshill e vetme që do thoje për të gjithë ata punëmarrësit që mund të jenë duke dëgjuar në këto momente? Unë do ta kisha më shumë për punëdhënësit sesa për punëmarrësit. Punëmarrësit të hapin sy dhe të shikojnë shumë mirë historikun aty ku vjen, të marrin të pyesin. Mos vjen në një vend dhe të thonë okay sepse dëgjova fjalë të mira. Unë do të isha më shumë tek punëdhënësit dhe do thoshja që të gjithë ata që aty ku ankohen që s'ka punonjës, të marrin të shikojnë konkretisht si kanë strategjinë e marketingut të tyre. A janë duke bërë të qartë çfarë ata i japin këtij brezi që vjen të punojë tek ata. Unë shpresoj shumë që të bëhet këtë vit, nuk është bërë vitet e tjera. Ti nuk e merr vesh ku do hapet një kompleks i madh, ku do hapen mira vende pune, sepse nuk është thënë ose dëgohet nëpër të ose mund të shkruhet nëpër ca portale, por ajo që është e rëndësishme është të thuhet, të flitet, të themi që ne kemi të mbyllura këto. Deri në tetor ne kemi të mbyllur hotelin apo kompleksin, ne kërkojmë kaq veta të cilët ne duam, tek ata ne do investojmë, por këto duhet thënë dhe duhen bërë më mbrapa, sepse ky brez nuk ka që thjesht ja thuash e ta kalosh me një marketing. Pra unë do të thoshja të dy palët, po pala e parë janë ata që krijojnë vendet e punës, që janë për të përgëzuar, që janë për të hequr kapelen, që nuk kemi pse ti gjykojmë apo ti paragjykojmë. Nuk shpesh dhe nuk din, dhe unë besoj që marketingun më të madh e bëjnë për të shitur dhomat, për të shitur produktin e parë dhe harrojnë që për të vajtur deri tek ky produkt final, që janë klientët apo turistët, është midis tyre janë këta njerëzit. Dhe nëse ne nuk investojmë fort tek ta, edhe në marketing tani, të mendoj që janë vonë që nga janari duhet të kish nisur, është e njëjta gjë siç luftojnë për të mbajtur dhomat e zëna apo shërbimet e tjera të dhëna, ashtu duhet të kenë për këta njerëzit që janë të shpërndarë në gjithë Shqipërinë, që mbarojnë shkolla, që duan të punojnë. Siç e thash, për punëmarrësit pastaj është zgjidhje merr, mos shko. Ajo e shkuara si derë në the sot populli nuk të bën mirë asnjëherë. Shumë faleminderit për këtë bisedë kaq të këndshme, në të njëjtën kohë për informacionet e vyera që duhet i kemi parasysh për gjatë gjithë kohës. Ishte shumë kënaqësi. Gjithashtu zë. Nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës ynë i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, ju lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në kryqëzimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund të bashkohesh një armatë të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve ne në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm. Kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollajt me gjesh, ndofta në Facebook, me Lida Motro, ndofta në Instagram, që është Emi Coaching and Consulting, e gjeni kollaj fare, ose dhe në YouTube. Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga të cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje nuk ka të bëjnë me mua, ka të bëjnë me gjithë rrjetin e njerëzve me të cilët do të bashkëpunojmë. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të MSC. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida.